Mirë dita mitë e mi të YouTube-it. Sot do të prezantoj një palë papuqe të punuara me 2 shtiza dhe si është bërë ky modeli. Se për prezantuar, për shembull, këto e kam prezantuar si papuqe, por se si është bërë, nuk e kam prezantuar. Këto papuqet mund t'i bëni me 2 ngjyra sipas dëshirës. Unë këto e kam bërë gri me të kuqe, është Mickey Mouse dhe kjo është për një vajzë 3-4 vjeç. Kurse tjetrën e kam bërë me ngjyrën gri të errët edhe gri të hapët. Kjo është për meshkuj, për një djalë 5-6 vjeç. Atëre, kjo papuçja është e punuar me 2 shtiza në këtë mënyrë. Unë do t'ja u shpjegoj vetëm si formë. Në qoftë se ndonjëri ka ndonjë gjë që nuk e ka kuptuar, mund t'ja u shpjegoj përsëri se si bëhet me shtizë. Atëre, kjo papuçja është filluar këtu. Unë e kam filluar me 3 syçka. Mund ta filloni edhe me 2, sipas dëshirës. Edhe kemi ecur, kemi shtuar, në një krah shtojmë, në një krah e punojmë. Por gjithmonë shtesa do bëhet jo te syçka e parë, po do ta bëjmë tek syçka e dytë, sepse edhe këtu na del modeli i bukur. Edhe kur qepet, do qepet më bukur akoma. Asnjëherë mos ta bëni shtesën në fillim. Gjithmonë te syçka e dytë dhe në mbarim tek syçka e parafundit. Dhe vazhdojmë kështu drejt. Për këtë papuçën që është për 5-6 vjeç, unë e kam bërë me 19 syçka. Me 19 syçka dhe pastaj kam vazhduar drejt. Gjysmën e kam punuar gri dhe gjysmën bezh. Kemi ardhur drejt dhe pastaj e masim me anë të këmbës sa mund të jetë këmba, pastaj filloj me ham. Prap. Dhe kur ta ham, gjithmonë të parën nuk do ta kapim. Do marrim gjithmonë të dytën dhe të tretën. Gjithmonë nga brenda. Në një rjesh do hahet, në një rjesh do punohet drejt, derisa të ngelen 3 syçka këtu në fund. Dhe këto të treja pastaj i ham me një herë. Pastaj e palosim kështu në dysh dhe i bëjmë qepjen këtu, një gishtë sipër kësaj shtesës që është bërë. E këtu ngel hapësira për të futur këmbë. Edhe e qepim këtu dhe vim rrumullak deri këtu te mesi. Pastaj këto mund t'i qepni ose me grep ose me gjilpër. Unë zakonisht papuçet që bëj i qep gjithmonë me grep. Ja tregoj edhe këtu. E kam nisur këtu. E kam qepur, kam ardhur deri këtu lart. Sepse ndonjëherë nëse bie rasti ndonjëherë që mund ta shqepni, kjo mund të shqepet kollaj. Edhe nuk prishet as papuçja. Pastaj papuçës këtu, siç e kam vënë ato fjongon këtu, siç e kam këto fjongon e kuqe kësaj me të bardhë. Kësaj mund t'i vëmë një fjongo gri me bezh. Këto janë punuar me grep në formën e një luleje. Edhe këtë lule si bëhet, unë e kam shpjeguar te videot e mëparshme. Dhe e vendosim këtu me anë të një pistolete, me anë të kësaj pistoletës, e ngjisim dhe e vëm këtu. Edhe nuk na bie. Pastaj sipas dëshirës mund ta qepni me gjilpër, por është më kollaj kështu. Edhe këtu te maja i vëm prap një syhun të vogël, po deshe e bëni me gjilpër, po deshe e ngjisni kështu. Edhe këto fjet prandaj ja kam lënë, i fus nga brenda me grep, edhe i lidh. Ja. Kjo është një papuçe për djem, kjo është një papuçe për vajza. Dhe një tjetër. Kam bërë dhe një palë papuçe të tjera të vogla, për një fëmijë 1 muaj, 2 muaj, është punuar me punim relief, është filluar këtu poshtë, kemi ardhur rrumullak, dhe si bëhet kjo papuçe, unë e kam shpjeguar në videot e mëparshme. Këtu i kemi vënë një kordon për ta lidhur, po t'jetë vajzë mund t'i vëmë një lule këtu, po t'jetë djalë mund të bëjmë një si kokër mbushje, si kokër rushi. Ose mund ta lini dhe fare kështu, nuk është e detyrueshme që t'i vësh. Tjetër.
Unë ju falenderoj shumë që ju bëni pëlqime dhe ndihni kanalin tim. Por doja t'u thoj edhe diçka tjetër. Kush bën pëlqime dhe komente më shumë në kanalin tim, ka një palë papuçe falas, ose për fëmijë, ose për të rritur, edhe kjo të punuar me 2 shtiza. Këto të punuara janë me 5 shtiza. Edhe këto janë të punuara me grep. Mund të zgjidhni çfarë të dëshironi. Ndash me grep, ndash me shtiza, ndash për të rritur, ndash për të mëdhenj. Kjo ishte edhe video për sot. Mirë dëgjofshim në videot e radhës.